Keir Starmer u prit me ceremoni zyrtare në selinë e qeverisë si i pari kryeministër britanik në një vizitë zyrtare në Shqipëri. Starmer e uroi edhe personalisht kryeministrin Edi Rama për fitoren në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Congratulations on your election win earlier this week. Përgëzime, urime për fitoren tuaj në zgjedhjet parlamentare të zhvilluara këtë javë. Është vërtet domethënëse që jam në Shqipëri. Për të nisur atë që unë besoj, është kapitulli tjetër i bashkëpunimit të fortë mes të dy vendeve tona. Ai vlerësoi ndihmën që qeveria Rama ka dhënë për luftën ndaj emigracionit paligjshëm drejt Mbretërisë së Bashkuar nëpërmjet Task Force-së së përbashkët, që ka sjellë uljen dramatike të shifrave të emigracionit të paligjshëm me gati 94%. Ju jam mirënjohës kryeministër për përpjekjet tuaja në këtë drejtim, si dhe leadershipin që keni shfaqur në çështjet e emigracionit të paligjshëm me të cilat përballet kontinenti. Ulja e numrit të gomoneve është e konsiderueshme, është mesazh për punën që arrihet kur dy shtete punojnë së bashku. Kryeministri Edi Rama ka mohuar aludimet mediatike se qeveria britanike do të ndërtojë kampe refugjatësh në Shqipëri si ato me Italinë. Kam qenë shumë i qartë kur e nisëm këtë proces me Italinë. Kjo ishte një marrëveshje vetme me Italinë për shkak të marrëdhënies tonë të veçantë, që është mjaft kuptimplot, por edhe fal situatës gjeografike. Për të qenë shumë i sinqert me ju, edhe shtetet të tjera na kanë kërkuar të realizojmë të njëjtin model bashkëpunimi. Por u kemi thënë jo, sepse jemi besnik martesës me Italinë dhe pjesa tjetër është thjesht dashuri. Rama deklaroi se është i papranueshëm stigmatizimi i shqiptarëve nga mediat britanike. 1 në 50 shqiptarë na qenë nga në burg në Britani. Kjo është një gënjeshtër e madhe që ka marrë statusin e të vërtetës, ndërkohë që në të vërtetë shifra është 1/500. Të dy qeverit po trajtojnë edhe çështjen e atyre shtetasve nga vendi ynë që janë deklaruar si shtetas kosovar gjatë konfliktit Kosovë-Serbi. Është koha edhe për të shqyrtuar një tjetër problem që kemi në Britaninë e Madhe me shumë shqiptarë të cilët kanë arritur dhe janë sistemuar në Britani shumë vite më parë, janë të gjithë integruar në jetën e Britanisë së Madhe, por në kohën e mbritjes së tyre kanë përdorur pasaporta ose më saktë kanë përdorur identitet të Kosovës për të pasur pranimin si refugjat lufte, ndërkohë që largoheshin nga një vend jashtëzakonisht në vështirësi. Shqipëria dhe Mbretëria e Bashkuar do të punojnë së bashku për prodhimin dhe shitjen e mjeteve ushtarake. Të dy vendet nënshkruan 2 marrëveshje, atë për bashkëpunimin dy palësh dhe prioritetet e përbashkëta, si dhe atë për eksportet në fushën e mbrojtjes dhe bashkëpunimin industrial.